Kryetar, në fakt, procedura liras replik, sepse tash mu dha rasti, me qenë se politikani më parshëm, që unë e quaj një lloj babeli psikologjik, se gjithmonë aty ku do t'i mësoj asaj që ka rëndësi dhe e bën irrelevant, ka një parim që e di shumë mirë se njihemi prej kohësh, nuk ka rëndësi gënjeshtra thot, ka rëndësi kush e thot i pari. Në fakt, ajo teknologjia e tij funksionon. Sa për emrin që më përmendi, ai e di shumë mirë që unë s'kam lidhje fare me ata persona, as njoh asnjëri nga ata, dhe kjo është gjë e verifikueshme, siç janë dhe çdo udhëtimi imi, sepse ne fatmirësisht apo fatkeqësisht kemi qenë subjekte gjithmonë të skrutinitetit të çdo lloji, por fatkeqësisht disa nga emrat që përmenden aty familjarët e tij janë në foto. Nuk po them kanë apo s'kan lidhje, atë gjë ta sqaroj Zoti punës. Por kjo është për ata njerëz dashamirës të interesuar për emrin tim që aty kemi të bëjmë me një shpifje ordinare që s'ka lidhje me realitetin. Tashi pse ky është i konfuzuar nga protesta dhe do që ta kthej protestën në avantazhin e tij, këtu prap ka një kontradikt thellë. Se në fakt tu drejt e than, i pari që tha antitrumpizëm është ai. Më vonë e ktheu pllakën. Kur të dalë e vërteta e Arubës, dhe unë do të them, çfarë marrëveshjesh ka bërë ai për t'i lënë hapësirë që të udhtoj prapë në Amerikë. Këtë mbase ai duhet t'ia shpjegoj demokratëve të tij, por unë do të flas kur dalë dhe e vërteta e Arubës. Faleminderit. Urdhëroni. Replik zoti Berisha. Replik me fjalën për procedurë të zotit Çiknuri. Me asnjë shpifje nuk e la dot veten tënde. Damian, dile bëj be këtu që s'ke qenë në... Dil bëj be, dil betohu këtu, betohu që nuk e qenë në Aruba. Dil këti, kurse për saj përket asaj, të garantoj që gjithë çka është trillim, dhe vetëm trillim, fatmirësisht dosin e ka ndorë një armik i imi, që quhet Troplini, Altin Troplini, Altin Gjoka. Aja ka dosjen. Dhe ai me zi do prishte të shifte, kurse ty të fshehaj. Olsi Ramen e fshehaj. Angela Gacin e fshehaj. Nuk e fsheh për ty. Nuk e fsheh për Angelin. E fsheh për Edi Ramën. E fsheh. Tani, në qoftë se ti thua nuk kam qenë, dil bëj be këtu, në Bibël, betohu dhe në këtu Bibëlën, edhe je laju para shqiptarve. Bëj be. Por nuk bën dot be. Jo, nuk bën dot. Dil provoje. Hajde provoje. Kurse unë thuaj kërko ti publikojnë. Kërko ati ti publikojnë për të vërtetuar që nuk je ti. Kërkoni ti publikojnë. S'kërkoni dot. Sulen Edi Rama, Sulejon Edi Rama, ata hapin llafet. Për ty, llafet janë të tyre. Kërko ti publikojnë. Te të thema më tha për jo. Po që... Falemderit, ulluni zoti Berisha. Mbaroj koha. Vijojmë me kërkesat për procedurë. Zoti Redi Muçi. Me listë. Me listë. Kush? Asnjëherë s'e ka marrë. Se ka marrë askush. Me listë, sipas procedurës, zoti, jo, nuk do ta marrësh kur e do ti. Kur ta kesh radhën, kur e do rregulloria, sepse Damiani është nga grupi tjetër parlamentar dhe alternohet tot rregulloria. Alternohen grupet, dakord? Zoti Redi Muçi.
Atere, për procedur, unë dua të di nga kolegët e mazhorancës se edhe për sa kohë do vazhdojnë të shtiren sikur s'po ndodh asgjë. Edhe për sa kohë do vazhdojnë të krijen, ndërkohë që flaka ka arritur te gjuri. Është dita e 19 e një proteste të vazhdueshme ku 100.000 qytetarë të këtij vendi kërkojnë dorëheqjen e kësaj qeverie dhe ju vazhdoni të bëni sikur s'dëgjoni. Rezoluta e Parlamentit Evropian ju nxiu faqen. Ju tha shfuqizoni ligjet për të cilat po protestohet. Ju ndërpreu lejet e ndërtimit me të cilat ushqeni trafikantët dhe oligarkët. Salla e Parlamentit Evropian po kumbon ende nga fjalimet e eurodeputetëve në mbrojtje të kërkesave të protestuesve. Deputetja suedeze doli dhe tha se si shpërfillen, injorohen nevojat bazike të shqiptarëve për një pakisë të privilegjuar. Deputeti gjerman doli tha për korrupsionin politik që po pamundson shtetin e së drejtës. Deputetja italiane doli dhe tha se Shqipëria është bërë model për gjithë Evropën se si protestohet kundër një pushteti dhe një opozite që nuk e përfaqëson më popullin e saj, dhe gjithë ata janë duke na thënë se si po komprometoni rrugën për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe ju vazhdoni të bëni sikur s'dëgjoni. Deputetja juaj e dha dorëheqje nga partia në nder të saj dhe sot po denoncon se si po i kërcënohet familja nga krimi organizuar i partisë tuaj dhe ju çfarë bëni? Ju dini dhe thoni se ndiheni të tradhtuar, në vend se të ndiqni shembullin e saj, në vend se të dilni në krah në këtë moment, ju qenkeni të tradhtuar. E di se kush është i tradhtuar? Ata studentët e 2018-s, kur Neo Malsoria u fund në Partinë Socialiste. Po sot që e bëri gjestin e saj, ju ndiheni të tradhtuar, ju që jeni mbërthyer mbrapa koltukut në pritje të deklaratës së radhës së sultanit. Ju që thoni mbase e hedhim lumin dhe kësaj radhe dhe dini këtu dhe recitoni fjalime me zhvillime, me integrime e bëshkull e saj natyre, ju jeni të tradhtuar. Unë vetëm në këtë parlament kam parë njerëz që edhe shtiren si patriot, edhe janë hajduta dheu të tyre. Dhe patriot dhe hajduta dheu nuk kam parë gjë kundi tjetër. Se në fund të ditës, hajduti që është hajdut, është 100 herë më i ndershëm se sa patrioti hajdut. Prandaj, sa më gjatë të bëni sikur s'dëgjoni, aq më shumë do mbushet sheshi, aq më fort do kumboj thirrja Ramanburg, Berishamburg, prandaj zhbllokoni veshët dhe jepni dorëheqjen sa së zhvon përpara se t'ju marr përpara vala e mlefit të mbar shqiptarëve kudo që ndodhen. Zoti Berisha, replik. 2 minuta. Edhe njëherë, ndryshoni agjenden, vendosni në agjend. Ligjet të cilat kërkojnë protestuesit dhe kanë mbështetjet plot të Parlamentit Evropian. Parlamenti Evropian dje ka vendosur në rezolut kërkesën për moratorium të çdo lloj leje në zonat e mbrojtura, të çdo lloj ndërtimi, të çdo lloj zhvillimi në zonat e mbrojtura dhe anullimin e ligjit që ka kërkuar prej kohësh Komisioni Evropian. Përputhuni me agjenden e madhe të protestuesve. Natyrisht, e kam thënë dhe e them, Mr. Arameros, opozitë është vegël e qeverisë, edhe s'mi impresionon mua kur. Zoti Klevis Balliu, për procedurë. Nuk e ke shtypur fare. Fare. Unë dua ta falenderoj më në fund që e nxorri kokën arkitekti i opozitës që e vet shpalli dhe e pranoi vet, kryetarin e grupit Partisë Socialiste, që dërgon disa mjeran atje, thotë unë e kam bërë, thotë vet kryetari i grupit.
unë i kam, thot, unë e kam nisur këtë procedurë, thot, unë e kam kërku, thot, për Sali Berishën në burg, thot, e tha, e pranoj vetë, ne kemi vite që e dim, po sot paktën e dim shumë mirë, kush i ka fut këto pseudo opozita që i kanë shpikur vetë këtu brenda, kush i bështet dhe për çfarë i mbështet. Që sot ne të flasim për këtë dhe mos flasim për faktin që qytetarët atje nuk janë ngritur në protest për të parë organizimin e opozitës apo të Partisë Demokratike, po janë ngritur në protest se sot trinë dhe trejat nuk blejnë dot një apartament në Shqipëri sepse pastrohen parat e drogës të kullat, ndashtë e mali Tiranës, ndashtë e syri Tiranës dhe të çdo kull tjetër, për të cilën sot i keni të arrestuar ca kriminel, sot i keni në hetim disa biznesmen, pseudo biznesmen që janë bërë biznesmen për gjysore, por ka një problem të madh. Kush i ka firmos kullat? Ky grup parlamentar ka bërë një ligj dhe e ka sjellë në këtë parlament që kullat të drejtën e firmës duhet ta ketë vetëm një njeri, që është kryeministri. Dhe kjo opozit ka kërkuar interpelancë me kryeministrin për këtë çështje dhe i është mohuar dhe më pas jemi akuzuar se ne po bëjmë pis sektorin e ndërtimit. Ne po e bëjmë pis sektorin e ndërtimit që denoncojmë krimin e organizuar dhe pastrimin e parave drogës atje. Nuk kanë dalë qytetarët atje për ato që tekstet që u bëni gati analizëve të pavarur që i pulsoni vetë, për t'i thënë se janë kundër Amerikës, se janë protesta kundër presidentit Trump, janë protesta kundër Edi Ramës. Kryetar, Roosevelt i thot nuk mjafton ta dish se çfarë është gjëja e dur për të bërë. Në qoftë se ti nuk merr përsipër ta bësh gjën e dur, se rrini në për kafe dhe thoni që ky duhet të riqet. Rrini në për kafe dhe thoni që po kanë drejt protestuesit. Dhe kur vjen këtu pastaj lexoni tekstet që u kanë bërë gati ato. Në cilën pikë janë gabim protestuesit? Që nuk kemi shëndetësi. Në cilën pikë janë gabim protestuesit? Që krimi ka marrë dhënë. Në cilën pikë kanë gabim protestuesit? Që nuk blejnë dot një shtëpi. Në cilën pikë kanë gabim protestuesit? Që është 100.000 lekë kempi, që është 36.000 lekë ndihma ekonomike, që qeraja mesatare e Shqipërisë është 720.000 lekë dhe rroga mesatare është 700.000 lekë. Ku janë gabim protestuesit? Ka vetëm një akt që duhet ndërmarrë ky parlament për të pastruar ju veten nga gjithë krimet që i keni bërë. Dhe është dorëheqje, gjithë një nga një. Faleminderit. Zonja Ina Zhupa, për procedurë, ju lutem. Jo që dje, po para të tjerë. Nderuar kryetar, çështja e Do ta marrë dhe drejta. kryetari i grupit pas zonjë Zhupa. Ju lutem gjejmë zonjën Zhupi. Çfarë ke këtë irritim kot? Ka një listë, po respektoj listën. Kur respektojmë listën një për një, ankoheni. Kur nuk flitet procedura, ankoheni përsëri. Çfarë të them tani? Nuk e caktoj unë, e cakton sistemi elektronik. Sistemi elektronik. Si ta bëjmë? Ju po kërkoni ta caktoj unë. Unë po kërkoj të ndjekim sistemin, se nuk ka rrugë tjetër. Zonja Zhupa. I nderuar kryetar, më vjen shumë keq që kemi zbuluar tashmë specie të reja, meqense është koha e shpendëve kafshëve të mbrojtura. Revolucioni i flamingove na zbuloi një mazhorancë strucash. Mendoni se keni zhytur kokën në rër dhe nuk e kuptoni që zullumi është shumë i madh dhe duket qartësisht. E pa Parlamenti Evropian, e votoi Parlamenti Evropian, atë që në fakt është kërkesa e gjithë protestuesve, ato që kanë qenë në fakt kërkesat e opozitës shqiptare dhe lufta e opozitës shqiptare. Nuk e kuptoj ku e gjetët atë entuziazmin për të publikuar përshëndetje për Parlamentin Evropian, ndërkohë që Parlamenti Evropian kishte dhënë 300 detyra për ju, kishte vendosur shfuqizimin e ligjit 21/2024, kishte vendosur heqjen e ligjit të investimeve strategjike, kishte kërkuar moratorium për zonën Vjos-Nart dhe ju e përshëndesni. Po shumë mirë atëre. Nëse e përshëndesni, hajde i fusim në rendite, hajde i diskutojmë në komisione.
Taulant Balla ka thënë këtu seancën e kaluar, ne do t'i votojmë kundra projekt ligjet tuaja. Në ligjërat të drejtë, projekt ligjet tona janë projekt ligjet që kërkon Parlamenti Evropian. Do t'i votosh kundra, për çfarë përshëndet atëherë? Në qoftë se do t'i votosh kundra, mos e përshëndet. Thuaj distancohem nga Parlamenti Evropian, ne do të vazhdojmë, do të ndërtojmë zonat e mbrojtura, ne nuk pyesim për juve fare, ne do të vazhdojmë me ligjin 21/2024 dhe mos e përshëndet. Qa po përshëndet? Kujt po i hedh hi syve? Se kjo nuk ka kuptim që bëni ju. Ky parlament duhet kthehet në funksion të interesit publik, në funksion të kërkesave të Parlamentit Evropian, si një standard rreth rrugës Bashkimit Evropian, po mbi të gjitha për t'i shërbyer mirëqenies vendit, për ta mbrojtur trashëgiminë kulturore, për t'i mbrojtur zonat e mbrojtura. Dizinformoni 1, 2, 3 zyrtar atje dhe mendoni se u bë deti kos e të marrim nga i lugë të gjithë e ta trajtojmë Shqipërinë si një tas për të ngrënë mazhoranca dhe për të fryrë nga paratë e shqiptarëve dhe nga prona publike e shqiptarëve. Jo, nuk u bë deti kos, janë shqiptarët atje, është opozita që i përfaqëson këtu, që do të vazhdoj çdo ditë të kërkoj të plotësohet interesi publik, të plotësohen kërkesat e Parlamentit Evropian, të votohen ligjet që kemi kërkuar ne. Ka 35 ditë sot ligji për shfuqizimin e ligjit 21/2024 që flën kuvend. Nëse e përshëndet, ki kurajo, ndryshoj rendin e ditës dhe ta kthejmë atë në rend dite, rezolutën e Parlamentit Evropian. Faleminderit. Zoti Balla, replik. Për çfarë? Tu kam dëgjuar të jeni përmendur me emër. Të lutem, mos ju kthej kësaj histori. Zonja e zotri deputet, dashur qytetar shqiptar, nëse ka një fitore të këtyre protestave, është pikërisht fakti se këto protesta deri më tani janë paqësore, janë pa molotov, janë pa fishek zjarr, janë pa dhunë dhe mbi të gjitha i morën sheshin atje. Ja morën sheshin. Të hënë për të hënë, me krushje 20-50 veta, tani ata ta morën sali. Humsi më i madh i këtyre protestave jeti sali. Dhe gjithë kjo përpjekja jote për të çuar punonjësit e syrit, për të çuar deputetët vjedhur azi atje, nuk ka asnjë rast në botë që të ketë një protest kundër CDU-s, CSU-s apo kundër SPD-s në Gjermani dhe nga AFD-ja dhe deputetët CDU-s të shkojnë ke një protest AFD-s. Megjithatë, ky është një krahasim që pak e kuptojnë këtu. Sa i përket amendamentit 17 të propozuar nga Thomas Vajc dhe deputetët e tjerë të gjelbër. Gjoje se ta kuptosh. Ju për amendamentin 17 keni votuar kundër në Parlamentin Evropian. Ju. Sepse Partia Popullore Europiane në cilën bëni pjesë votoi kundra. Ju keni votuar kundra. Votoi, të lutem, se ishte në avion dikur është votuar. Dhe po ashtu edhe Partia Konservatore, po ashtu dhe aleatja e një tjetri këtu. Kështu që ju lutem shumë, duhet jeni serios. Partia Socialiste, Socialistët dhe Demokratët kanë votuar. Përfundoni lutem. Fjali e fundit. Ne kemi votuar pro këtij amendamenti në Parlamentin Evropian. Ju keni votuar kundër, kjo është e vërteta për gjithë qytetarët shqiptar. Faleminderit. Jo s'është gënjeshtër. Ja ku e ke rezultatin e votimit. Replik mbi replik. Zoti Ardit Bido. Po replik mbi replik, zonja Tabaku, ju e dini që nuk ka. Zoti Bido. Replik mbi replik po kërkoni, nuk e kam thënë ndonjëherë deri më sot. Kështu që
Urdhro? Ishte replika, po, kjo fjala e zotit Balla ishte për replik. Dhe replik mbi replik nuk jepet, zoti Bito. Zoti Bito. Nuk bëhet replik mbi replik sipas rregullores. Nuk e kam shpikur unë, e ka rregulloria. Ju lutem. Ishte fjalë për replik, Zoti Bito. Ina s'ka drejt bëj replik. Por, sepse ajo quhet replik. Të tjerët kanë drejt repliku i përmendemi. Jo, pyete. Konsultohu me rregullore zotrin dhe jo me menditore. Konsultohu me rregullore. Konsultohu me rregullore.